Me emisionin e mbrëmjes së të hënës, RTS Shkodra ka përmbyllur ciklin e emisioneve Emocionet e Botrorit 2026. Trajnerët e futbollit Ardit Mani dhe Ersi Çaku, gazetari Klodian Zhivani në studio si dhe specialisti i futbollit Rudi Vata në lidhje direkte nga Ulçini, bën konkluzionet përmbyllëse të kampionatit botror, duke u ndalur tek Spanja, kampione e botës. Unë isha ma tepër me Mesin, por me mënyrën se si luan futboll Spanja, isha i sigurt që Spanja ka me fitu ndeshjen sepse është skuadra më e veçantë e stilit lojës, edhe është shumë e vështirë me arrit një skuadër tjetër me lujt futboll ashtu si luan Spanja. Fitoi mbrojtja më fort, që tregoi edhe herën që kur ekipi ka një mbrojtje të fortë, rezultati do që po doshi. Pavarësisht se nuk u bëj ajo ndeshje që mund të mendoshim gjithë domosdoshmë atë spektaklin. Organizimi ka qenë për mua në kotat maksimale, edhe pse ishte më i zgjatën se sa kompeticione të tjera, pa ishte rreth 40 ditë diçka. Çdo gjë perfekt përjashto faktit që ndoshta ne 2-3 herë na penalizu për shkak të orarit të ndeshjeve që kanë jo i përshtatshëm. Pas mbylljes së botrorit, Departamenti i Sportit pranë RTS Shkodra do të vijojë me emisionin e përjavshëm Studio Sport që transmetohet çdo të mërkur ora 20:30.